Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe kerejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë jemi tek Ligjerata Njësinita, më ra tek hadithi 7, se të fillojna tek hadithet ose 40 hadithet e Imam Nevit, jemi tek hadithi ose ja fillojna hadithi të 7. Siç duket ka gjë, kemi filluar domosdoshmë kena kalu do hadithe. Jemi tek hadithi 7, që hadith që ka sjellë Imam Neviu, në fakt në esencë ky hadith gjendet në koleksionin e Muslimit, në Sahih Muslim. Në Sahih Muslim gjendet ky hadith, por e ka tubu Imam Neviu dhe na ato çka i ka tubu Imam Neviu kena pas rastësishme me i fol. Ky hadith vjen prej Tamim ibn Aus ad-Dari, Tamim ad-Dari që i thonë sahabi, por inshallah për këtë sahabi do të përpiqemi në vazhdim do të flasim disa fjalë, sikur që kena mos si zakon me fol për çdo transmetues të hadithit ka pak fjalë. Edhe për këtë do të flasim pak, por vetëm se në vazhdim inshallah. Jo tani. Ky hadith thot se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ky sahabi Tamim ad-Dari, thot se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Feja është këshill. Qulna liman ya Rasulullah? I tham, për kënd o i dërguar i Allahut? Pejgamberi asëm tha, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Tha feja është këshill për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij, për udhëheqësit e muslimanëve dhe për muslimanët në përgjithësi ose popullin e thjeshtë. Kjo është hadithi që do thash hadithin e ka nxjerr Imam Muslimi. Dhe kur themi se ka nxjerr Imam Muslimi, pra hadithi është i saktë. Hadithi është i saktë, vetëm nëse ka ndonjë arsye të madhe për me nxjerr për saktësisë, por ndryshe hadithet janë të sakta kur themi se janë në koleksionin e Buhariut dhe të Muslimit. Ndërsa ky hadith flet për këshillën, nasiha. Nëse e marrë edhe e këshyrë me gjuhësisht, se çka do të thonë nasiha, dietarët kanë thonë se nasiha kjo rrjedh prej fjalës nasaha. Nasaha, që një prej kuptimeve të kësaj fjale është quhet nasaha me qep teshen. Nasih, ai që e qep teshen, rrëbaqepsi. E thanë disa dietar, thanë se kjo nasiha këshill rrjedh prej kësaj fjalës nasaha me qep teshen. E pse çka lidhet kjo me këto? Thanë se nasiha këshill ka të bëjë me ja përmirësu, me ja mbulu, me ja kep dhe me ja qep gabimet e një njerit. Qashtu që shko të bëj edhe kjo rrobaqepja, me ja qep rrobën njonit kur t'i shkyhet. I shkyhet edhe aja rrobaqepja çka ka të bëj? Për me kep qatë vijen që i është bon. Edhe tashti, nga që kjo është morë këshilluesi, ai që këshillon njerëzit, çfarë problemi ka? I është hapur një varr, i është hapur një gabim, e ka një gabim, e ka një tmet, e ka një mangësi. Edhe tashti ky e këshillon. Pra ka më gjithsesi jam të tregu. Domethënë e merr rolin e tij që përpiqet m'ia përmirësu gabimin e tij, varrën e tij, tmetën e tij. Kjo kanë thonë është gjuhësisht. Kjo dini feja është këshill, tha pejgamberi alayhis salam, është në çdo aspekt të jetës tënde, kur të jep me ata që të rrethojnë, por ata që i më larg nëse tipet mundësia me i këshillu, si me fjalët e tua, si me veprat e tua dhe me dorën tënde. Kerejt këtu hinë të ajo me këshillu njerëzit, ata që
që të rrethojnë ty. Mi këshillu njerëzit se ata që i shok të tu që i ki, mi të regu që ti djeli mirë, ose ti i afrëm, ose e afrëmja ime, ti në islam, ti je, apo tu je musliman, po. Islami ka kërku për i teje këtë janis me këshillu. Kujdes, ti po përpiqesh me gënyu. Islami ndalen gënjeshtën. Ti po përpiqesh pjaqon do varë. Ti po përpiqesh me përguju. Islami ka ndalu një gjatë tillë. Ti po përpiqesh ose po të humbë koha namazit. Islami këshillon që ti po përpiqesh ose ti nuk po sillesh mirë me kujshin tënde, Islami ka urdhru edhe këshillon. Ka urdhru që mos sill mirë. Ti po sillesh keq me babajin tënd, me nonën tënde, me të afërmit e tu, me shokët e tu, Islami ka urdhru të kundërtën. Pra ti e këshillon ato, çka ka kërku Islami, çka thret Islami, kjo fej për cilën Zoti na ka kriju, çka thret Islami, çka urdhëron, çka ndalon, edhe një herët e këshillon për senet që kanë baj, edhe në me rrethin që të rrethon, për shembull, mos mu qu me rrej pa të drejt, ose me mshu pa të drejt personit shokit tanë. Mos me nxjerr prej punës personin që s'ka meritu me nxjerr, ka meritu me elan. Dhe, ose, mos me tradhtu shefin tënd, mos me mundu punëtorin tënd, me jallon hakun punëtorit tënd, pa ju thot djerësit e ti, si në aspektin fetar, edhe aspektet e tjera e këshillon njerëzit që të rrethojnë, për data pejgamberi feja është këshill. Dhe me thonë jetën kjo këshill është shtyllë e fejës. Krejt feja sillet rreth këshillës, me këshillu. Tanaj, a e merr se merr, nuk kemi përgjegjësi. Përgjegjësi na kena me këshillu njerëzit. Me këshillu. E tani e merr se merr, përgjegjësia është në dorë, pastaj mbetet tek ai. Sahabët i thanë, për kënd është kjo këshill? Sikur deshtën me thonë sahabë se për kënd është këshilla dhe si bëhet këshilla. Për kënd është këshilla që po na urdhëron ti i dërguar i Zotit, po na rekomandon, po na mëson që feja është këshill. E për kënd është këshill dhe si duhet të këshillojmë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi dhe i tha se feja është këshill lillahi wa li kitabihi, për Allahun, për librin e tij, të dërguarin e tij, udhëheqësit e muslimanëve dhe njerëzit e thjeshtë. Janisi kështu po i mëson. Kur i tha se këshilla është për Allahun, çka deshti me i thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këshilla është për Allahun? Çka deshti me i thonë? Deshti m'ja bën me shenjë sahabëve dhe njerëzve të pasaj në përgjithësi, se njerëzit duhet me i këshillu për Allahun, që të thotë, me i mësu njerëzit se krejt veprat e juve duheni me i bërë për Allah. Nëse doni që për një vepër, mu shpërbly nesër kur dilni para Zotit, vepra duhet të jetë për Allah. Tamam? Nëse doni që namazi jytë, për namazin tënd, mu shpërbly nesër kur dilsh para Zotit, ti kështu e mëson tash. Nëse doni që për namazin tënd, mu shpërbly nesër kur dalmi para Zotit, duhesh me pas namazin për Allah. Nëse doni ti që për agjerimin tënd mu shpërbly, e ban, e në ola? Dhe më thonë, e ban për Allah. Nëse dëmë për sadakon tonë dhe mu shpërbly, e ban për Allah. Njërë përgjithme për e thamë që imësën njerëzit që këshillat e tua, ose veprimet që ka i ban, duhesh me i ban veç për Zotin, veç për Allah. Kja ishte fjona pejgamberit kur i thanë sahabët e përkand këshilla. Si të bëhet këshilla dhe përkand bëhet, e pejgamberi kur e mësejta për Allah, pat për qëllim, me mësu njerëzit rejtin tandë. Njoni për shambull nuk e ka këto ide, se ka si ide. Edhe të ashtu shuki jytë,
është i afërmi yt, edhe ti e shet që ai po falet, por ai po ka qef edhe më kazu dënjas është të fal. Ai po quhet natën po falet, por pa mendoj që pse po quhet natën më fal, është do të më ta ditë njerëzit. E të parët ton, edhe se si e kanë kuptuar këtë send. Të parët ton, edhe nëse ju ka rastis gjatë ton natës me bon ibadet, gjatë ton natës, para sabahit jenë këtë një tru, veç se mu qua pet tani, normal, ju me plet tani për sabah, po tani jenë qua pet që tjertë mës me morë vesh as një tru që këtë natën, se tash njëri si qëtë pak për gjumit, si të pak adin vërejhet, edhe që mës me shku mendja njerëzve që ka folë natën, edhe që tash ka qu, a gjithë natën është folë. Pra ata kanë kuptu që vepra do të bënë për Allah, por nashta ka njerëz të ri, të sotit, që nuk e di sa është e saktë, vetëm se si fjalë goje, nuk kam të lexuar. Fjalë goje, për shembull që thonë njëri është kon duke u falur, edhe një tjetër i ka lënë pranë, edhe i thotë që mashallah, ky po fal ka. Tash ai për me tregu henes, domethënë devotshmëri, për me tregu se jam shumë i devotshëm, atë po edhe agjerueshëm jam unë. Ai duke u falur. Nuk e di sa është e saktë për fjalë, kështu që e kam dëgju, ndërsa nëse është kështu, jep me kuptu se ai se ka kuptu, se vepra dosh me i bon për Allah. Këta pejgamberi i tha shukve dhe vetë, kur i tha që feja është këshill, e i thanë për kandë, tha për Allahun, këshill për Allahun. Në atë kuptimin se me mësu njerëzit, çdo vepër që ka ti e ban, me bon veç për Zotin. Po do në mu të pranu vepra? Për Zotin. Shumë njeri, nështë edhe në luft shkën, edhe jetën e vetë e jep. Por e ka pos këtë problem, se ka di që veprën dush me bo për Allah, e ka bo pak për mi thot trim, për mi thon guximtar, trim, heru, edhe ka shku edhe është në bytë në luft. Kur del para Zotit, Allahu e pyet, për kanë ke luftu ti? Hadithi është në Bukhari dhe vendet e tjera, që vjen për Ebu Hurajrës. Thot, për kanë ke luftu ti, thot, për ty se tash ma ato rrezik që është, ja? Thot, për ty, ja, thot, ke dhept, po gënjen, se ti s'ke luftu për mu, po ke luftu që njerëzit me thot trim, u akat qil, edhe veç të është thënë, ato është ndërtu lapidar, premendore, të kënë figurat, fotografi të ndryshme të kënë bo, që për cilën ti ke luftu të është bo, amo nuk ke luftu për mu. Pra se ka pos vepën e vetë për Allah. E kështu pejgamberi mësoj që mi mësu njerëzit rejtin tandë, që veprat bani për Allah. Në shkëpsh mu bo haxhi, bane për Allah. Edhe çdo vepër tjetër. Kjo është kuptimi i parë. I qisoj fjallës kur i tha pejgamberi a.s. që feja është këshill, i thanë për kanë, tha për Allah, me i mësu njerëzit që mi mësu se qysh do të mi bo veprat për Allah. Kje e para. E dyta, ona tjetër, për të njëtës fjallë, është edhe ajo se deshti me mësu pejgamberi sa umetin e ti në shokët e ti në përgjithësi, ose në veçanti edhe umetin krejt pasaj, me mësu se jo veç kaq, por me mësu edhe çka tjetër. Cila, kur thët këshilla për Allah, me mësu kush është Allahu. Por zi çka ke? Me mësu se veprat bëhen për Allah. Veprat bëhen për Allah. Edhe me mësu që shdo të me bo për Allah, që shdo për Allah. Po tash edhe onën tjetër me mësu, kush është Allahu? Me mësu njerëzit se Allahu Azza wa Jall është krijuesi, Allahu Azza wa Jall është furnizuesi, Allahu Azza wa Jall është pa fillim, ai është pa mbari. Mësën rejtin, kanë të azosh. E rejtit tanë me këshilu se feja është këshill, ka cilësh. Me i mësu njerëzit se Allah Azza wa Jall s'ka fillim, me i mësu njerëzit se ai s'ka mbarim, me i mësu njerëzit se Allah Azza wa Jall din detajet tona që na i bëjmë, edhe ato që ka synojnë na mi bon, po hala si kena bon, edhe Allah Azza wa Jall na din detajet dhe çka po na sillet na për zemrat tona. Allah shet gjithçka, din gjithçka, është më i dituri, gjithë ditur, është më i fuqishmi, çka din nai me dënu, s'din kush me dënu. Allah Azza wa Jall do të mi ka dhu njerëzve që Allah s'ka shok.
me mësu pak tema atë titulli me I largu prej shirkut. Prej kësona I bjen me mësu që Allah Azza wa Jall nuk ka shok, nuk janë dy zotna, as tre që mu bon një. Do më është një Allah. Allah s'ka djallë, s'ka bob, s'ka non, s'ka bashkëshorte. Ai është Allah, pa të meta. Me mësu njerëzit pak nëse në varë të artë kanë këshillën. Nëse këshillën e njeri të nivelit pak ma min amet të nas që përmend fundi hadithit për njerëzve të përgjithshëm kështu, atë tani arri që e tajtuvane. Nëse është njëri nivelit pak më të lartë, ato kur ta këshilloj që tu qëre, një vepër çka ti jetë të e bon, që kjo vepër është shirk I vogël. Për shembull, njëri falet, agjeron, kënë rregull. Por kur të na I shmeton, astaghfirullah, kur të na I shmeton për shembull thot pasha babën, pasha nonën, a ka qëse? Po plot. Pasha babën, pasha nonën, pasha fëmin. Bili ka njëherë kur do dhe mek me të regu fat kështu, I ban fëmijët be. Ka herë pasha shpirtin e nonës. Ka dekë nonat në otit. Allah I mëshirët nëse ka që musliman. Ndërsa të pasha nonën, pasha shpirtin e nonës, pasha shpirtin e babës. Që në sens për shembull kur ta këshish, ai është namazli. Porzit që duhet mi dallu këshilla për çfarë lloji po flet. Porzit që shke, në përgjithshme, Zoti, Allahani. Po tash në nivel që ki folet, kur ti thush që Allahu është një Allah, po të ditë, për këto folna. E këti tash do të këshilla pak ma e nivelit ma të ngritur, qysh, me të gatë të njëta të bubendërësh. Këshilla e. Mo, të ishe feja ka ndalu. Se pejgamberi ka kur të bani be në Allahun, ose heshtni. S'ka me bo be në dikan tjetër. Edhe tani, për me ka du pak ma shumë, I thu se me bo be në dikan tjetër, veç thjesht ashtu. Veç astaghfirullah, veç pasha babën, ose pasha nonën, veç thjesht, feja islame I ka thonë që shta pejgamberi, kush betohet në dikan tjetër ka bo shirk. Feja islame ka bo shirk? është qëllin shirk I ka dhe është një shirk I vogël. Kësë qëtë për dinit, vetëm se ke bot keqe, të mollë, dej që atu. Ma e mollë, në përgjithësi, kjo kuptuat, ma e mollë se gjënohët e mdhoja. Njoni të shumë burimir janë. Kur gjëna, une, runa zetë zbaj. Ndërsa, kur të këshësh, a I betohën dikan tjetër. Si pas kuptimit të parë të haditheve, I bjen që këtë e shëvetin që shumë të mirë, por gjënohi ti është më I madh se njoni që ka vjell. Si pas kuptimit kësajna është më e madhe se gjënohi, si pas njëmit të madh djetarve, është më e madhe se gjënohi I njoni që edhe ka bo për restitucion. Ta dim ku po mesmi. Edhe për restitucion e se ka bo, veç pse ky po betohet, kjo është këti pas në këtu aspekte, po veç pse po betohet në dikan tjetër. Po me bon vakia, e me bon be, me bindje, që ka mundësia disa e thujnë, të tune kur të thamë për shembull pasha shpirtin ose pasha fëmijët, kur thamë ti mu mëse dysha, me bon me bindje të fort, që une pi baj be fëmi, me bon në kofsha rëndës, në ato që ka pa e thamë, fëmija mas jelëshin dënimin mu, ose dënofshin fëmija mu, ose që këtu I takojnë veç Zotit. Me bon, me kësi beje, del për I fejes krejt. E qartë? Tash kjo ke niveli 2 I njerëzve. Niveli në të parë, se fjala e parë e hadithit që shke, tha pejgamberi me dinu nasiha. Feja është këshill. Po xhaxhi. Feja tha është këshill. Ne pa xhaxhi ne kanë të I pi hashish, thu më djallë Zotit o zëft. Mos e haram Allah është. E këshillaj. Sot mësh. E shet tjetën të pi alkool, thu Allah ka ndalu. Mos e zban. Po më nësi pejgamberi tha e dinu nasiha, feja është këshill. Unë bish ka I trup për I rikthejnë hadithit, për shkak që po vinë si me vënes, e unë për rikthejnë ka pak hadithit me ditë ku jenë, dhe cila pikë, jemi të hadithi 7. Që tha për feja është këshill, e shok të ti thamë për kanë, tha lillahi, për Allahun,
Dhe kërë që ka fola deri që tasht, ke për qëtë fjallën që tha pejgamberësëm, feja është këshill për Allahun, që me këshillu njerëzit që ka ty të rrethojnë, shoqërinë tënde, rrethin tënd, shokët e tu, babën tënd, vëllezërit e tu, punëtorët e tu, shefat e tu, me i këshillu se çdo vepër që ka ti e bane për Allah, e para, edhe e dyta me imsu njerëzit bane për Allah, kereci, namazë, zeqat e krejt, edhe e dyta, ona tjetër e hadithit, është se me imsu ti shok dhe ata që po të rrethojnë, me imsu se kush është Allahu. Kush është Allahu Azza wa Jall, sa i madhërishëm është Allahu, çka nuk ban me fol për Allahun, çka të lejohet me fol për Allahun, kur ban edhe ato hajgaret për shembull të shokët e tu, ato hajgaret që i bojnë disa për shembull me Allahun, që s'ban me i bën hajgare me Allahun, ban me tjertë, as me pejgamberin normal, jo me din përgjithësi s'ban, po ban hajgare me tjertë ose sene çka të lejohet, ama jo me Allahun me bën hajgare dhe senet e tjera kjo kuptohet për fjalës të parë të pejgamberit kur tha në hadithin e 7 që kanë sjellë Imam Tirmidhiu ose ka sjellë Imam Muslimi, që tha pejgamberi alayhissalam feja është këshill, i than përkand tha për Allahun dhe hadithi vazhdon. Por ato që ka vazhdojnë inshallah na e vazhdojnë herën e ardhshme. Lusmi Allahun të na fort na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jalla jannet me pejgamberët e na takon. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.